Rreth 300.000 objekte informale janë trajtuar në total ndër vitin në gjithë vendin, ndërsa vetëm gjatë këtij viti janë përpunuar 28.000 raste në kuadër të procesit të legalizimeve që vijon pa ndërprerje për përmbylljen e çdo procedure. Agjencia Shtetërore e Kadastrës bën me dije se puna po vijon pa ndërprerje me qëllim finalizimin e çdo dosje të mbetur dhe përmbylljen e plotë të procesit të legalizimeve, një ndër proceset më të rëndësishme për garantimin e sigurisë juridike të pronësisë për qytetarët. Legalizimi i objekteve informale jo vetëm që u jep fund pasigurive pronësore për mijëra familje, por krijon edhe mundësi të reja për zhvillim urban, investime dhe rritje të vlerës së pronës. Gjatë këtij viti fokusi ka qenë në përshpejtimin e procedurave administrative, verifikimin në terren dhe trajtimin e rasteve të mbartura, duke synuar që çdo qytetar që plotëson kriteret ligjore të pajiset me dokumentacionin përkatës. Agjencia Shtetërore e Kadastrës thekson se procesi i legalizimeve do të vijojë edhe në muajin në vijim, me angazhimin për të përmbyllur çdo procedurë të mbetur dhe për të garantuar një proces transparent, të shpejtë dhe në shërbim të qytetarëve.